8 kafshë që sjellin pasuri të papritur në çdo shtëpi që vizitojnë, mos i largoni ato. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot do të zhytem thellë në një botë ku natyra flet drejt për drejt me ne. Sipas traditave të lashta, folklorit ballkanik, kinez, indian dhe parimeve të feng shuit, vizita e papritur e disa kafshëve në shtëpinë tonë nuk është kur rastësi. Ato janë lajmtar të universit, shenja delikate që na tregojnë se energjia jonë po ndryshon, se bekimet po vinë dhe se pasuria, jo vetëm materiale, por edhe shpirtërore, është duke u hapur rrugën drejt nesh. Shtëpia jonë është tempulli ynë personal. Kur ajo mbahet e pastër, kur mendja është pozitive dhe kur zemra është e hapur, këta vizitor mistik fillojnë të vinë vetë. Sot do t'i studiojmë 8 prej tyre, hap pas hapi, me respekt dhe admirim. Mos nxitoni t'i largoni, dëgjoni çfarë kam për të na thënë. Le të fillojmë 1. Pilivesa. Pilivesa, ky insekt i lehtë, me krah si xham të lyrë me dritë, është një nga lajmtarët më të shpejtë të ndryshimit pozitiv. Në shumë kultura, sidomos në lindjen e largët dhe në traditat vendase amerikane, pilivesa shihet si urmes botës fizike dhe asaj shpirtërore. Kur një pilives hyn papritur në shtëpinë tuaj dhe qëndron aty disa minuta, pa frikë, pa nxitim, do të thotë se energjia e shtëpisë suaj është e lartë, vibruese dhe e pastër. Ajo nuk hyn kurrë në vende me energji të rëndë ose konflikte të mëdha. Në feng shui thuhet se pilivesa e artë ose me nuanca të verdha ari është shenjë shumë e fortë e pasurisë që po afrohet. Mund të jetë para e papritur, ngritje në punë, klient i ri ose një ide biznesi që papritmas merr jetë. Ndërsa pilivesa e kuqe ose me tone të kuqëremta lidhet me romancën, dashurinë e re, pasionin që rindiset ose mundësi të reja biznesi që kanë të bëjnë me kreativitet dhe ekspresion. Në disa tregime të vjetra shqiptare dhe ballkanike, pilivesa quhej edhe zogu i lumturisë së shkurtër, por kur hyn në shtëpi, ajo sjell lumturi që nuk është e shkurtër, por e qëndrueshme. Këshilla: mos e kapni me dorë, mos e trembni. Hapni dritaren dhe lëreni të largohet vetë duke i thënë faleminderit në mendje. Kjo veprim falënderimi e shumë fishon bekimin. 2. Pëllumbi i bardhë. Pëllumbi i bardhë, simboli universal i paqes që nga kohët biblike e deri te mitologjitë më të lashta. Kur një pëllumb i bardhë hyn ose qëndron i qetë në shtëpinë tuaj, sidomos nëse ulet në balkon, dritare ose brenda, është një mesazh shumë i fuqishëm. Ai përfaqëson pastërtinë e zemrës, harmoninë familjare dhe zgjidhjen e konflikteve të gjata. Nëse kohët e fundit keni pasur debate, tension ose distancë me të dashurit, ky pëllumb po ju thotë: paqja po kthehet. Në traditat e krishtere dhe islame, pëllumbi i bardhë është shpirti i shenjtë ose lajmtari i Zotit. Në feng shui lidhet me sektorin e marrëdhënieve dhe familjes. Nëse qëndron i qetë, pa u trembur nga zhurma, do të thotë se lajme shumë të gëzueshme janë në rrugë e sipër, mund të jetë pajtim, fejes, lindje ose thjesht një periudhë e gjatë harmonie. Nëse e shihni të vijë vazhdimisht pranë shtëpisë suaj, kjo do të thotë që shtëpia juaj është kthyer në një vend mbrojtës shpirtëror. Këshilla: vendosni pak ujë të freskët ose pak grur jashtë, jo për ta ushqyer si kafshë shtëpiake, por si gjest mirënjohje ndaj lajmtarit të paqes. 3. Bleta. Bleta, mbreti i punës së palodhurve i bollkut. Nëse një ose disa blet hyjnë në shtëpinë tuaj, sidomos në kuzhinë, është një nga shenjat më të forta të suksesit financiar sipas feng shuit dhe folklorit të shumë popujve. Bletët janë jashtëzakonisht intuitive, ato ndërtojnë fole vetëm në vende me energji të qëndrueshme, harmonike dhe të begatë. Nëse një blet tërhiqet nga kuzhina juaj, do të thotë se energjia e bollkut po grumbullohet në jetën tuaj. Në traditat kineze dhe vietnameze, bletët simbolizojnë punën që kthehet në mjaltë të artë, përfitime të vazhdueshme nga përpjekjet tuaja. Nëse krijojnë fole pranë ose brenda shtëpisë, në balkon, nën çati, kjo konsiderohet shenjë se pasuria do të jetë e qëndrueshme dhe do të rritet gradualisht. Por rregulli i artë është i njëjtë në çdo kulturë. Kur mos e shkatërroni folen me dhunë. Nëse duhet larguar, thirrni specialist dhe bëjeni me respekt. Dhuna ndaj bletës prish rrjedhën e pasurisë. Në vend të kësaj, falenderoni që zgjodhen shtëpinë tuaj si vend të sigurt.
4. Qeni, sidomos endacak. Qeni miku më i lashtë i njeriut, por edhe mbrojtësi shpirtëror më i fuqishëm. Kur një qen endacak vjen vetë dhe zgjedh të qëndrojë pranë shtëpisë suaj ose hyn brenda pa frikë, kjo është shenjë shumë e veçantë. Në shumë tradita, sidomos në ato aziatike dhe ballkanike, qenët endacak konsiderohen si shpirtra mbrojtës që vijnë të na ruajnë nga energjitë negative. Një qen me ngjyrë të artë ose të verdhë kafe është lajmtari klasik i hyrjes së pasurisë, thuhet se aty ku shkon një qen i tillë, paraja ndjek pas. Ndërsa një qen i zi është mbrojtësi suprem nga forcat e padukshme, nga syri i keq, nga zilia dhe nga energjitë e ulta. Në Feng Shui, qeni simbolizon besnikërinë dhe drejtësinë, prania e tij sjell stabilitet. Nëse ky qen ju zgjedh juve, mos e largoni me të keq. Edhe nëse nuk mund ta mbani brenda, ushqeni, pini ujë, jepini një emër. Ai ka ardhur si roje personale e fatit tuaj. 5. Thithëlopa bretkosa thithëlopa, ose bretkosa e vogël e tokës, quhet në Kinë lajmtari i vogël i qiellit. Në Feng Shui, bretkosa me 3 këmbë, edhe pse reale është me 4, është një nga simbolet më të fuqishme të pasurisë. Kur një thithëlop hyn natën në shtëpinë tuaj dhe qëndron e qetë, do të thotë se ekuilibri perfekt yin dhe yang është arritur në jetën tuaj. Kjo është një nga shenjat më të rralla dhe më të forta për fitime të mëdha financiare, trashëgimi, partneritete biznesi ose kthimi parave të humbura. Në traditat e vjetra, thuhej se bretkosa di të parashikojë shiun dhe shiun e pasurisë. Lëreni të ecë lirshëm, mos e prekni shumë. Nëse mundeni, vendosni një enë të vogël me ujë afër derës, ajo do ta marrë si ftesë pozitive. 6. Flutura. Flutura lajmtarja më e bukur mes botës fizike dhe shpirtërore. Kur një flutur hyn në shtëpinë tuaj, ajo sjell mesazh transformimi dhe gëzimi. Fluturat me ngjyra të ndezura, portokalli, e verdhë, blu, jeshile, paralajmërojnë ngjarje të bukura, martesë, lindje, festë familjare, sukses krijues. Ndërsa flutura e zezë nuk është negative, ajo tregon se ju keni kaluar një periudhë shumë të vështirë, një sfidë të madhe dhe tani po vijnë kohë më të mira. Ajo është shenja e rilindjes. Në shumë kultura vendase, flutura është shpirti i të dashurve që kanë ikur. Nëse qëndron mbi ju ose pranë jush, mund të jetë vizitë nga ata. Mos e kapni, lëreni të fluturojë lirshëm. 7. Dallëndyshja. Dallëndyshja simboli i pranverës, i fillimeve të reja dhe i shpresës që kthehet. Nëse një ose më shumë dallëndyshe zgjedhin shtëpinë tuaj për të ndërtuar fole ose thjesht hyjnë dhe dalin disa herë, do të thotë se vitaliteti është kthyer në jetën tuaj. Problemet e vjetra do të zgjidhen, planet e lëna pas dore do të marrin jetë, biznesi do të lulëzojë. Në traditat evropiane dhe aziatike, dallëndyshja konsiderohet shenjë se shtëpia është e begatë dhe e mbrojtur. Këshilla, nëse ato ndërtojnë fole, mos i shqetësoni, ato do ta bëjnë shtëpinë tuaj edhe më të lumtur. 8. Gjarpri, jo helmues. Dhe në fund gjarpri. Pavarësisht frikës që na vjen natyrshëm, gjarpri jo helmues që hyn në shtëpi është një nga simbolet më të fuqishme të transformimit dhe rilindjes. Ai shfaqet vetëm kur jeta juaj po hyn në një kapitull krejt të ri, largim nga e vjetra, karrierë e re, marrëdhënie e re, ndryshim i madh pozitiv. Në Feng Shui dhe në shumë tradita, gjarpri është simbol i energjisë kundalini që zgjohet. Rregulli absolut, kur mos e vrisni. Lëreni të largohet vetë me respekt. Nëse e largoni me dashuri, ai ju ka dhënë bekimin e rilindjes. Nëse e vrisni, energjia e transformimit kthehet mbrapsht. Falenderoni që zgjodhi shtëpinë tuaj për të kaluar këtë moment të shenjtë. Përfundimi. Miq të mi, jeta është plot me shenja delikate. Këta vizitorë nuk vinë rastësisht. Ata vinë sepse ju i keni hapur derën me një shtëpi të pastër, me një mendje pozitive dhe me një zemër mirënjohëse. Mbajeni këtë energji. Falenderoni çdo herë që vjen njëri prej tyre. Dhe mbani mend, bekimet nuk vinë me shurmë, ato vinë me krah të lehtë, me tinguj të qetë dhe me prani të butë. Faleminderit që ishit sot me mua. Nëse keni pasur ndonjë vizitë të tillë, më tregoni në komentet poshtë. Dhe mos harroni, universi po ju flet. Dëgjojeni.
Përshëndetje dhe le të vazhdojmë bekimet të vinë drejt jush.